Në botën e programimit, gabimet nuk janë dështim, por pjesë e procesit të mësimit. Në Java, këto gabime i ndojmë në 3 kategori kryesore. Të kuptosh se ku bën pjesë gabimi yt, është gjysma e punës për ta rregulluar atë. Le të shohim ato me radhë. Së pari kemi gabimet sintaksore. Mendojeni këto si gabimet të gramatikës. Java është një gjuhë shumë strikte, nëse harrojmë një pikë presje, në fund të rreshtit, nuk mbyllim klapa gjarpërore, ose shkruajmë string me s të vogël në vend të string me s të madhe, programi nuk do të kompajlohet fare. Editorët, si NetBeans, i nënvizojnë këto gabime me të kuqe ende pa nisur programi. Nëse shihni të kuqe, ndalani dhe rregulloni gramatikën. Së dyti, gabimet gjatë ekzekutimit ose siç njihen në programim exceptions. Këtu kodi juaj është gramatikisht i saktë, pra nuk ka vija të kuqe, por programi thyhet gjatë punës sepse i kërkon të bëjë diçka të pamundur. Shembull më klasik është pjesëtimi me 0. Kompajleri nuk mund të di paraprakisht që vlera e një variabli do të bëhet 0 në mes të programit. Gabimi shfaqet vetëm kur programi godet atë rresht dhe ndalon menjëherë. Është sikur të jesh duke ecur në rrugë të drejtë dhe papritur të hasësh në një grop që nuk shihet dot nga larg. Së treti, gabimet logjike. Këto janë gabimet më të rralltare, sepse programi punon shkëlqyeshëm, nuk shfaq asnjë mesazh gabimi, por rezultati që nxjerr është i gabuar. Kjo ndodh kur dojmë të mbledhim 2 numra, por gabimisht vendosim shumëzimin në vend të mbledhjes, ose kur rrjedha e mendimit ton ka një devijim. Për të gjetur këto, përdorim pikat e kontrollit, ose shfaqim vlerat në konsoll me system out print line për të parë se ku po gabon llogaritja jonë.